Në nisje të sezonit turistik veror, agjencitë e punësimit në vend raportojnë rritje masive të kërkesës për punëtor të huaj. Sektori i turizmit këtë vit ka patur një boom në importimin e fuqisë punëtore. Normalisht të gjithë punëdhënësit janë drejtuar drejt të huajve për shkak të mungesës fuqisë punëtore në kategori më të ulta si pjesë e pastrueseve, sanitarëve, ndihmës kuzhinë. Normalisht për paga pak më konkurruese se shqiptarët, por patjetër kanë diferencë dhe për shkak se i ofrohet akomodimi dhe ushqimi. Këtë vit ka patur një rritje të konsiderueshme në sjelljen e punonjësve të huaj për çdo lloj kategorie si restorant, hoteleri, Airbnb, pra që kanë të bëjnë drejt për drejt me fushën e turizmit. Edhe niveli i rrogave këtë sezon ka njohur rritje për shkak të rritjes së pagës minimale. Ka patur një rritje duke qenë se këtë vit ndryshoi dhe paga minimale. Pra nëse vjet vinin me paga minimale 500 euro neto, këtë vit paga minimale 600 euro neto. Patjetër ka dhe kostet shtesë, akomodimi dhe ushqimi. Gjë që ndikon tek të ardhurat e punonjësve të huaj. Normalisht përveç këtyre kostet e biznesit janë dhe siguracionet. Pra, në një shumë totale, paga e tyre arrin tek 900.000 euro neto për biznesin, pra që kanë shpenzime bashkë me pagën. Përveç indianëve dhe filipinasve, kohët e fundit po preferohen në kuzhinat e vendit dhe punëtor nga vendet e reja. Kryesisht tani po fillojnë të futen dhe vende siç është Tunizia, që ka një preferencë dhe për çështjen e kuzhinës, sepse janë të përshtatshëm me shtetësinë tonë. Sipas të dhënave nga Ministria e Brendshme, vetëm gjatë vitit të kaluar janë përpunuar gati 20.000 aplikime për leje qëndrimi nga shtetas të huaj. Përveç Kosovës dhe Italisë si vendet kryesore, rritje të ndjeshme kanë shënuar vende si India, Egjipti dhe Filipinet.